Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, të nderuar dëgjues e shikues të Radio Televizionit Iliria. Mirë se erdhët në emisionin special apo në programin festiv të Fitë Bajramit në RTI. Agjem pranum, Bajramin e keni falë besoj, edhe tash keni fillu me dalë me vizitu e mesht e juj, pasi që keni bo Bajram me familjartë, me nanë dhe babë, kush i ka gjallë, me gru me fëmi, e pastaj për dalër tutje dhe tek të afërmit tjerë. Do të shoqërohemi për disa minuta ose për një kohë të gjatë me këtë program festiv special në Radio Televizionin Iliria, ku kemi përgatitur disa materiale të ndryshme bashkë edhe njëkohësisht kolegët e mia të cilat kanë përgatitur po ashtu një program tjetër festiv për shikuesit tanë, për dëgjuesit tanë, sepse ne kemi edhe radio që dëgjohet në 104.1, ndërsa shikuesit i kemi nga tërë bota që na shikojnë dhe na dëgjojnë. Në emrin tim personal dhe të tërë stafit të RTI-s, ju urojmë festën e Fitër Bajramit, duke i dëshiruar gjitha të mirat. Sa më amë leta e shkoft, veç kujdes për embëlsinave se zakonisht tash diabeti është përhapsi shumë, kështu që kujdes në këtë pikë. Përndryshe, pra mos harroni që me festu Bajramin sa më shumë me të afërmit tuaj dhe me bë vizita sa më shumë. Të nderuar miq, ne i përshëndesim stafin tani mbrapa kamerave që po na përshëndesin. Do të vazhdojmë pra tutje me programin ton special që kemi të përgatitur. Në fakt do të bëjmë një shkputje të shkurtër për të shkuar te xhamia Matini në Prishtinë. Atje kemi përgatitur një pjesë të ilahijeve bashkë me vëllezërit Brava, Musa Bravën dhe Neze Bravën. E pastaj do të vazhdojmë tutje të kthehemi në studio për të esur tutje. Pra, po relaksohemi pak me ilahije e pastaj po e vazhdojmë tutje programin tonë. Qëndroni me ne. Në këto çaste të Atëherë të shikues të RTI-s nga studio po bartim për pak momente tek xhamia Matini në Prishtinë për të shoqëruar me disa ilahije nga vëllezërit Brava, Musa Brava dhe Neze Brava, të cilët i kemi këtu në ambientet e xhamisë pra Matini. Selam aleikum Musa, selam aleikum Nezer. Wa aleikum selam wa rahmatullah. E di që nuk keni qef fort me fol, më shumë keni qef me kënu, që është të shkon. Alhamdulillah se cili me punën dhe me angazhimet e veta mirë, po çush keni kalu në këtë muaj të bekum të Ramazanit që përfundum. Po filloj me Musën më i madhe apo. Atëherë Musë si keni kalu? Elhamdulillah mirë, përgjithësi Ramazani ka qenë i lehtë, mirë. Inshallah Allahu na ka pranuar këtë vepra që kemi bën dhe kemi dalë për këtë muaj inshallah të falur. Amin. Përgjithësi gjithçka ka shumë rregull, si në xhami, si kështu me taravih, me namazet. Pra ju jeni edhe muezin në xhamin? Muezin në xhamin e Abubekrit Siddik, drejt diellit. Njëkohësisht këndoni edhe ilahije her pas here. Po. Bëhet i kërkesa për një imam me taravih, do të thotë gjys për gjys është me hoxha, edhe për namazin. Me ilahije ka kohë që mirë apo? Me ilahi hoxha më të mirë kështu. Vetëm se nuk kemi në ilahit përbashkët, po kështu këndojmë për dasma hajin që kështu për Ramazane për si sen. Apo ka dasma, apo martohet vllaznia? Ko. Mirë është, ha? Alhamdulillah. Nëzër, çush i kaluti edhe muezin në këtë xhami apo? Po. Çush i kaluti në përgjithësi, ka pas atmosferë saj? Alhamdulillah, si çdo vit çush është atmosfera këtu në xhamin tonë, edhe se vjet ashtu njëjtë të shku, xhamon sa dush, alhamdulillah të të mirë. Xhamon edhe mëna jashtë veç mëna. Edhe mëna jashtë, e në shije tëna. Edhe në shije tëna. Pra, xhamia po mënej më të frekuentuar në Prishtinë dhe që njihet për atmosferën e Ramazanit që ka. Ju e thresni zonën e iftarit apo e lëshoni në CD? Ja, vetë zonën. Pra, si muezina gjithmonë do të marrë në xhami me thirr e zonën. Do të më kohë. Para me shku shpe. Me shtëpia jeni afër apo larg? Unë në çdo afër jam afër xhamis një 5 minuta. Unë afër xhamis e thonë. Domethënë zeni bukën e nxehtë apo shimin e nxehtë. Po. Në ftofët. Sa i lehi për në kënë njësat, një 3, që është ose 2 ose 3. Varet për disponimit juj, atëherë mos më marrë shumë kohë, urnani me lehin e parë, pasaj vazhdojmë tutje. Në këto qaste të Bajramit, busqe shtyra e muslimanit. Në këto qaste të Bajramit, busqe shtyra e muslimanit.
Sot ka gzim bota islame, kënon Kur'ane drejtë zare. Gzon muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Gzon muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Gjithë natyra në formë të vete e madhron Zotin e veten. Driqën hëna shkëlqen djeli, feston toka e feston qieli. Driqën hëna shkëlqen djeli, feston toka e feston qieli. Gzon muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Gzon muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Ramazanin me plot begatije e përcollën me krenarije. Ramazanin me plot begatije e përcollën me krenarije. Me ibadete dhikër Zotit, kalojnë ditët e mot-motit. Me ibadete dhikër Zotit, kalojnë ditët e mot-motit. Gzon muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Gzon muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Gjdo shërbit e muslimanit, shtrohet sofra e bajramit. Gjdo shërbit e muslimanit, shtrohet sofra e bajramit.
Përshëndet vëllai vëllane vete, uron bajramin për shumë jetë. Përshëndet vëllai vëllane vete, uron bajramin për shumë jetë. Gëzohu, gëzohu muslimane, sot fesojnë bukrin bajramin. Gëzohu, gëzohu muslimane, sot fesojnë bukrin bajramin. Gëzohu, gëzohu muslimane, sot festojnë bukrin bajramin. Zemra, e thunë që shtën shpesh ajo. Zakonisht në për ahengje familjare, në për sunetia, dasma, Po, besoj që ke fjalë të shqiptar përdoret shpesh. Përmendën në fillim që pra në për dasma, në për ahengje, po ka në Kosovë kryesisht dasma islame që janë të interesuar me bë atmosferë më ndryshe se sa tjerët. alhamdulillah, kam përgjithësi vllazënit mundohen me bën, do të thonë këtë formë, me dallu pak prej tjerëve, ose edhe shumë, me thonë. Do thotë me ndarjen e burrave dhe grave dhe me bën me Kur'an ilahi, me një ders të xhallar apo me një këshill rreth martesës, po edhe këshilla të përgjithshme. Kështu që ka tash s'po di veç, alhamdulillah, mirë, ka, përgjithësi ka. Po kthehemi te festa e Bajramit, çush i keni punë me mëlsina, raportet e juaja me mëlsina, me baklavën e të S'kam tjerë. hongër baklava. Wallahi, Tradita në familje, në rreth shoqëni, po mënoj është e përgjithshme e njohur, po ndoshta ka edhe njerëz që kam dëgjuar për shembull që s'është marrë atë në baklavë. zakonisht kështu ditën e Bajramit nashta na bëhet si shumë e din, se gjithkund ku shkojsh ka baklave sene, po me familje do thotë është tradit mu bon një baklav, edhe tani ose gjatë ditës, po mu personalisht për veti ma shumë ha tani mës një kur me të fundit, din? Nis mësues. Kur nis mësues, nashta dhe shkaku që ai shërbeti, ajo nashta dhe më mirë tani, duket pak më e mirë se sa ditën e Bajramit. Kështu që mirë i kem punë me ëmbëlsinë. Me zërti, çush i ke punë? Ja, unë janë nisi për ditës po. Ditës po. Det kryet, ha? Kështu me sheqer nuk jem asnjëri, edhe Është ajo thonja në popull që përdoret që hoxhallarët janë marrë në ëmbëlsina, por në fakt janë gjithë marrë në ëmbëlsina, por nashta i ka shku pak se tu pas parasysh dikur më shumë i kanë bë muhabet hoxhës me një pjatë pak më të veçantë. Pa, ç'më thonë hoxhallar nashta janë më në sy kështu edhe vrejen gjithë, se shumë fjalë kanë lënë hoxhallarëve, çta din, hoxhallar këtë, hoxhallar atë. Jena më përgjithësi, secili varet për individit, për njerit, kupton. Kështu me bë Bajram me dalë në shoqëni, po mbrojnë familjen herë tani shoqënia, keni tradita po është zbe pak fatkeqësisht. Realisht është zbe, kjo vreje që është zbe, Mesazh vebes po çon vllosë le më me netë atë. edhe ta çon në mesazh e ka bo forward aty me dikujt tjetër. Po, ç'më thon, në ata shime këtu në Prishtinë, do thotë pas të krym Bajramin komplet në xhami, këto ceremoni që i kem, pastaj vazhdojmë, do thonë, me familje shkojmë atje në fshat, shkojmë te hallat, te dojt, te familjarë që i kem atje, te migjallarët e Pra, je katonor edhe ti, si ke Katonor si ke Prishtinë. si ke Prishtinë. Atëherë cila është ilahia radhës? Po peknojmë një kështu për, do thotë, kjo për dhikrin, për Okej, atëherë mikrofoni për ju, me shumë kënaqësi po dëgjojmë. Çdo krijes që në botë frymon, çdo gjallës që ekziston, çdo gjë që jetën shi
mbulon, edhe yjet kur ndryshojnë, ja Allah të madhërojnë. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Evelul yakur lulzon, edhe malikur gjelbron, dhe bilbili kur këndon, ja Allah të madhëron. Edhe qielli kur gjërmon, dhe rufeja kur veton, edhe shiu kur pikon, ja Allah të madhëron. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Edhe peshqit sa dhajan, sa këndete oqean, dhe insekte me milion, ja Allah të madhërojnë. Ty çdo gjë shpreh madhërin, për vetë sa njerëzit sa gjin, shumë prej tyre jo nuk din, udhëzoj ti ja Rahim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah ju shpërbleft. Te puna e muezinit të ka ndodhur një herë në zërë me thirë zonin para koha ma vëna. Mu Kështë ke hala, punë me orë. mu hala s'm ka ndodhur kështu me thirr para kuve. Veç një ditë e di që jam vënë unë, veç tani e thirr dikush pas një minutë 2. Mas në minutë, ja? Mos të ka ndodhur ty një herë me bënë Jo, farë skandale t'il. Mendoj që kjo tash është shumë zamet më ndodh, për shkak se nëse vënohesh veç e thirr dikush, Ka kush me zamet. edhe në xhami ose për shembull edhe kur shkon në xhami ti, më herët dikush është aty, edhe me dash me gabu, ndoshta ta rikujton. Edhe pse të kohën e tashme do thotë telefon e ki një njoftim, televizora tash për shembull që i Këtë kemi mundësi të ki e kemi një njoftim, do të më kthyer me sekonda. Bile edhe xhamati e pritin sekondat ku të bëhen ja kriz direkt. mos me vënua si Pak mu vënu, ta bën dikush u bon. Ta është. Kjo është na. shpreha e njohur, ha? Shpreh. Muezinat menojnë të paktën janë më shumë të angazhuar se sa xhallat për shkak se nuk guxojnë me mungu fart. Që e dione.
Hoxha thot shkova dikon edhe rre në zero ose rre mus. E kështu që do të thonë sidomos dimit që janë namazet më afër, 6 e kryeni punën. E verës deri në 11 në punë. Mbi lëviz të bosh përpjet do të bëjmë që do të më kthy. A mungoni hiç puna ja? Do thotë mundohemi mos më mungu, mirë ama kuptohet që për shkak se janë 5 kohë namazet dhe fillojnë do të thotë prej 5 ose prej 6 deri në 6 ose verës edhe më shumë, atëherë pa tra ndonjë kohë me mungu është e pamundur, për shkak se nëse del një punë diçka, ti s'mundesh më kthy ashta për vaktin tjetër. Mirë ama ne jemi të angazhuar si muezinat, si imamat do të thotë kanë përgjegjësinë, po kur mungojmë në herë do të thotë informojmë njëri tjetrin, do të thotë se hoxha informon muezinin që nuk jam për këtë namaz dhe e plotson muezini, edhe tjetrën do të thotë muezini informon hoxhën, pastaj hoxha e plotson muezinin. Kështu te puna namazit sabahet në herë më vanu ose dimit ku ka borë, mos më dhe skirri, edhe pse afër na shajnë. Na kena afër banesat, alhamdulillah, kështu që vetëm nëse zëllezin kputat. Mos na del gjumë. Ose mos e punu liftin nëse jeni në banesa. E kështu do ndoshta më mungu e më vanu, po sa përket ezanit do të thotë është një diçka që mund të më kryej edhe dikush nëse veç vonohemi edhe ndonjëherë. Përgjithësia ndoshta më e madhe është për imam, dhe për me dalë për namaz. E në herë keni edhe imam, po më rësi keni problem me dalë. Po, do thotë kur mungon hoxha sot në zaventon, plotson. Do thotë në herë nëse se mri me zonin, e bëjmë plan me mri namazin që të paktën nëse hoxha mungon se diçka, me kanë aty për namaz, mos me lënë do thotë xhamin. Ja, është lehtë më kon muezin. Wallahi si punë nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, se ka përgjegjësi të vetë. Se njerëzit shohin që e thirr një ezan 3 minuta, eventualisht 5 edhe e kryen punën këtë. Secili njeri puna e huaj duket shumë e lehtë. Po mirë, ama në përgjithësi do thotë nuk është lehtë. Nuk është çështja e muezinit veç ezanit. Është përgjithësia edhe në xhami do thotë që ka aty mas hoxha, do thotë përgjithësi që ka imami pastaj muezini. Jo, nuk është e lehtë. Plus kjo do thotë që obligimi që e ki me shku në çat xhami është vetë përgjithësi edhe lodhja në vetë, jam thënë. Se kudo që shkon ti dush me ardh më fal te xhamia ku je i caktuar. Nuk është pranë sikurse një xhamat i thjesht apo dikush që ka shumë lehtë, çati ku të qëllon, xhamin më të afërt e fal namazin. Neve kudo që jemi do të më mundu me ardh me zonë xhamin, do thotë në xhamin tonë. Pra ato nuk është e lehtë. Përgjithësi ka edhe çu thash në fillim. Gjithkujt i duket e lehtë, mirë po nëse është njëjti mendim apo ndryshoni, pse ju një vllazën po mendime ndryshme. Ja, do Atëherë mos pëngus më shumë edhe një lahit tretën dhe për përmbyllim. inshallah. Si pet baklava. Hadi bismillah. İşan kanatünen hiyeta saybemen enbidoran tane mehudoran temen medbesu ve medbakra Emrillah
më shumë s'pi marrim kohë, besoj që na kushton një si televizion. Kështu që faleminderit shumë që ishit pjesë e programit festiv në RTI. Po shpresoj që kena më pa dhe më dëgju ose më një katonal që në Kurban Bayram nëse nash. Inshallah. Faleminderit edhe për juve, Allah ju shpërblet për ftesën që na nderoni, na thërrni, do të thotë neve për Bayram. Inshallah shihemi çdo Bayram. Amin. S'është problem. Edhe në zgjidhje dhe atë na shtamartohet, kështu që ka vullnet më shumë me kënu. E zgjidhje u feju, tash bashkë të Bayramit tjetër martohet. Inshallah. Atë faleminderit edhe për të në zër, Allah shpërbleft, edhe mos faleminderit shumë, shihemi inshallah. Inshallah. Atëherë kamera Kunamet, kthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën tjetër festive apo të programit festiv në RTI. Emi së dashur nga Xhamia Matini, kthehemi te Xhamia Jopër tek Hotel Grandi, tek studio RTI-s këtu në Prishtinë, te Hotel Grandi që jemi, për të vazhduar tutje atmosferën festive në RTI. Po vazhdojmë tash, kemi në fakt një videorim nga Burim Piraj, biznesmeni i njohur, njëkohësisht pronari Meka Halal Food, një nga sponsorët e këtij emisioni dhe të emisioneve në RTI. E pastaj do të kemi edhe një lidhje të drejt për drejt, po ashtu me Arjan Mavriqin, fotografisin e njohur të botës shqiptare. Por para se të ndjekmi këtë video të Burim Pirajt dhe lidhjen me Arjan Mavriqin, do të ndjekmi një blok marketingu, nëse mund themi, për urimet e bizneseve, partnerëve tanë që kemi në RTI. Pra ndjekmi urimin e bizneseve, e pastaj apo partnerëve, e pastaj do të vazhdojmë më herë me pjesën tjetër. Sponsorëve tanë u shtofshin sponsorët çdo ditë, kena nevojë më shtu sponsorët dhe partnerët tanë, kështu që çdo kush që ka biznes të vogël, të mesëm e biznesit të mëdha, padyshim na kontaktoni për të reklamuar në RTI, sepse biznesi juaj sigurisht që ka më afër më shumë në botën shqiptare. Edhe njëkohësisht edhe ne mund të bashkëpunojmë për të realizuar projekte të ndryshme madhore në RTI apo në radio televizionin Iliria. Ato që paralajmërova në vazhdim, pra do ta ndjekmi një video të Burim Pirajt e pastaj do të lidhemi edhe me Arjan Mavriqin. Selam aleikum vëllezër dhe motra. Selam aleikum stafi të RTI-s. Sot po festojmë festën e madhe të Bajramit, pas 29 ditë agjerimi, 29 ditë sakrificë,
29 ditë kalitje, 29 ditë solidarizim. Ramazani nuk është i lehtë, por është sfidë nga cila sfidë ne përfitojmë shumë. Ramazani agjërohet vetëm për Allahun xhaleshanuhu. Po Allahu nuk ka nevojë për agjërimin tonë, sepse ai nuk ka mungesë për asgjë. Ne kemi nevojë të agjërojmë për hir të Allahut xhaleshanuhu. Dhe si rezultat i këtij agjërimit, ne jo që vetëm e kryejmë obligimin të cilën na ka bërë i Madhi Allah, për ne po përfitojmë shumë. Ne po e shohim se çka do të thotë të jesh i uritur, çka do të thotë të kesh etje, apo çka do të thotë të jesh në një gjendje kur ti ke edhe nuk mund të ushqehesh. Nga ana tjetër kemi plot njerëz në botë që nuk kanë dhe nuk ushqehen. Andaj Ramazani e rrit empatinë tonë për të tjerit dhe i kemi parasysh se si është të jesh i uritur ose të jesh i etur. Ramazani na arrit vetë kontrollin. Na arrit vetë kontrollin të frenojmë vetën tonë nga të ngrënit, nga të pirit dhe nga epshi, nga fjalori i jo i mirë dhe nga gjithë sjelljet. Ramazani tani na ka kalitur dhe na ka bërë njerëz të tjerë. E lutim të Madhin Allah që ta pranon agjërimin tonë, të pranon lutjet tona dhe të na bën prej atyre që do ta fitojnë xhenetin. Na mundson i Madhi Allah që ne pas Ramazanit të bëhemi sikur që kemi qenë gjatë Ramazanit. Të arrisim moralin tonë, të arrisim besimin tonë, të arrisim lutjet tona, leximin e Kuranit të Madhërisëm dhe ta vazhdojmë jetën ashtu siç është më së miri. Ne ndoshta edhe nuk po jemi të mirë pritur nga të tjerët se po kërkojmë shumë. Ne po kërkojmë që të tjerët të janë, në fakt ne nuk po kërkojmë, po ne po tregojmë një shembull të njerëzve të cilët janë të përkushtuar ndaj fesë, janë tolerantë ndaj njëri tjetrit, e dojnë vllahun e vet, e dojnë të gjithë njerëzimin dhe janë tolerantë edhe ndaj feve të tjera dhe nuk janë tolerantë ndaj korrupsionit, ndaj keqpërdorimeve, ndaj imoralitetit, ndaj drogës, ndaj alkoolit dhe ndaj dukurive negative në shoqëri. Prandaj edhe shpeshherë jemi në ndikim të atyre të cilët janë opozite jona dhe të cilët i bëjnë shoqëri të keqes dhe nuk i bëjnë shoqëri të mirës. Unë sot e kam nderin që të uroj këtë festë të madhe të Fitr Bajramit, të gjithë juve që e keni kaluar në për këto sfida dhe e keni kaluar dhe me plot sukses i keni përfunduar 29 ditë të agjërimit të Ramazanit. Po ja uroj edhe atyre të cilët nuk kanë pas mundësi të agjërojnë, po edhe atyre të cilët kanë qenë të smur, edhe ndoshta kanë qenë edhe në udhtim, po ndoshta edhe kanë qenë të stëngarkuar dhe nuk kanë mundur të agjërojnë. Agjërimi i Ramazanit edhe njëherë po them nuk bëhet për ne, për njëri tjetrin, edhe ne nuk kemi të drejtë as ta pyesim njëri tjetrin të themi se a ke agjëruar apo jo. Ndoshta nga kurreshja ne pyetemi, po Ramazani është vetëm për krijuesin tonë. Prandaj edhe njëherë këtë festë të madhe, këtë ditë që po gëzohemi që kemi arritur këtë triumf të madh të Fitr Bajramit, po dëshiroj edhe njëherë t'u uroj nga zemra dhe t'ju falenderoj RTI për mundësinë që më datë që t'ju drejtohem sot drejt për drejt nga shari, nga fshati Plag, nga familja ime. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Atëherë të nderuar shikues, pas video urimit nga biznesmeni Berim Pira që na ka sjellë një video vetëm për shikuesit të RTI-s, do të kemi një lidhje tjetër telefonike për sot, ku do të lidhemi me fotografin kosovar apo edhe shqiptar, fotografin e njohur Arjan Mavriqin. Arjan, selam aleikum nga Prishtina. Aleikum selam wa rahmatullah. Shëndetje, faleminderit. Faleminderit edhe nga ana e juaj. Atëherë urime e Bajramit për ty dhe për gjithë dashamirët e fotografisë. Edhe një herë kupton? Atëherë urime e Bajramit për juve dhe për gjithë dashamirët e fotografisë apo edhe botës egër. Faleminderit shumë, urime edhe juve, gjithë mirat e Zotit ju uroj, mbarësi, shëndet edhe për të gjithë ata që kanë agjëruar, Allahu na i pranoft. Amin. Të që e pratona të mira gjithmonë t'jenë pra tek Allah. Edhe na
na falë mëkatet e kaluara. Amin, amin. Çysh i kalon Ramazan në përgjithësi Arian? Kena pas iftaret organizuar me komunitete ndryshme, ke qenë i lëvizshëm edhe gjatë Ramazanit. Ka qenë kënaqësi e madhe, unë e shijoj gjatë 95% është kohës jam natyrë, gjatë muajit madhëshëm të Ramazanit, edhe shpesh iftare dhe kem hangër bashkë në natyrë, që din edhe te vllaja më nderuar. Duk nën tingujt e zogjve, nën tingujt e natyrë, kësaj krijimtarie të Allahut që nuk ndohen kurrë. Pra është kënaqësi kur je në kërkim të fotografive, xhirimeve të reja gjithmonë. Barku është i zbrozur, por mendja plot, me risi, me ekskluzivitet të reja. Edhe një farë lehtësia është sepse vërtet kur njeriu ndoshta e tepron me ushqime, ka problem pak edhe për të ecur në natyrë, është një farë lloj përgjumësie, po e them ashtu, nëse ushqemi apo e teprojmë, prandaj Ramazanin këtë rast na ndihmon shumë që të jemi sa më të fortë, besa fizikisht dhe mentalisht. Edhe unë për veti shumë e shijoj çdo sekond Ramazanit, edhe natyrisht ato iftare, kënaqësia e ftesës. Ftesa juve që është ekskluzive tek botimi i librave të hoxhës nderuar Shef Krasniqi kështu me radhë. Pra Ramazani është me të mira pafund, Allahu na mundsoft edhe shumë herë tjera. Amin, Allahumma amin. Ku e falë Bajramin? Po mënoj në qytet apo? Po në xhamin Haxhi Gani Sërmaxhaj në Kamenicë, imam është një miku imi, Blerim Krasniqi, që ka studiuar fakultetin e hadithit në Medinë. Dhe si zakonisht çdo herë Bajram ka shumë njerëz, po mënoj në xhami dhe në burrët e xhamisë, meqense Kamenica ka bajegi fetari që shediune. Po, alhamdulillah, ka traditë fetare, ka respekt për të ndërsjellë për të gjitha xhirusit, një farë respekti edhe nga ata që nuk agjerojnë karshi këtyre që agjerojnë, pra duke u munduar që spaku të mos konsumojnë ushqime, hapur gjatë kohës sa janë këto lokale hapur, realisht mos shërbejnë sasi të madhe, bile spaku gjatë muajit të Ramazanit këto sasinë e madhe të alkoolit e kështu me radhë. Është një respekt, është një përparësi që Zotit që me dekada mbahet feja dhe njerëzit ndihen krenar me fenë që kanë. Alhamdulillah. Atmosfera Bajramit pothuajse në Kosovë është e njëjta në përgjithësi me dallime shumë të vogla. Çka veçon Kamenicën prej qyteteve tjera? Po mënoj edhe Johani Baklava, ëmbëlsira me shkute dajat e nipit e mesa, me që dashamirë ndonë se është zbe pak e puna e vizitave. Po për fat keq, për të qenë rrallë Lonajm kanë ropa këtu interesimet e vizitave, sidomos në për shtëpi. Po mendoj që ajo që ka na bën të veçantë fillimisht ka qenë iftari që ka qenë organizuar në sheshin me Tush Krasniqi që tash për shkak motit nuk po mundemi ta përsëritim. Ka qenë nga iftaret e para të organizuara në Kosovë në ambient hapur, në një shesh është fjala, ku edhe ishte ai paragjykimi ishte ajo. Po, muhabeti i gjon. Po. Pra, këto ka po të veçantë Kamenica që ishte prototipimi i parë apo iftari i parë që është ngrënë në një ambient hapur bashkë me institucione të ndryshme, bashkë me pjesëtar kanë qenë ambasadorë amerikan ku ishin në atë tryez, klasi e madhe. Ndërsa nuk po du me spekulu që kemi diçka të veçantë për Bajram, po mendoj vllana im që po mundohemi me mbajt këtë traditën e vizitave nëpër familje. A ban vizitat a shkon te mes dashamirët? Rrethi familjar po mënoj, dhe a pret musafir, a pret po mënoj të pret gjithsesi, po a vinë me të vizitu? Unë po të kallëzoj drejt, mas faljes namazit Bajramit, gjithmonë njeriu i parë që shkoj me vizitu bashkë me nusën, me fëmijët është nana, sepse kemi këtu shumë afër, e cila jeton me vllahun, nashta 150 metra vijajrore, shkojmë te nana. Prej aty kthehemi pastaj këtu, presim disa nga fshin, disa musafir kush rini kështu me radhë, kush vjen kush e ka nërmen, se nga njerë ndoshta kanë plane, por nuk kanë mundësi. Pastaj shkojmë Gilan, apo në Gjilan të familjarët e nusës, që është një atmosferë e shkëlqyer, sidomos ku është sofra
sofra përbëhet nga ushqime tradicionale gjatë Bajramit me mërsira të ndryshme, baklava, këto përgatitje tjera, paqe kështu me radhë, të cilët unë shumë i du edhe nuk më paramendu Bajramin për ndryshe përveç se me këto ushqime natyrisht edhe ndonjë nga këto mishi freskët që therrin për Bajram, ashtu që është tradita zakonisht. Me bajanak, që ke punt? Nëse ki bajanak? Shumë mire, një njërë kemi në Gjermani, dhe përshëndes shumë. Me pjesrin këtu, janë shumë edhe të mirë, shumë të qellë, shumë zotin nderoft edhe sinqerisht, qashtu është kohë tash, domethënë për të qenë ma i lidhur ndoshta se që kanë qenë dikur me bajanak. Arjan, pra përmende shumë mirë çështën që s'pari herë pas faljes së Bajramit shkoni te nana, pra të prindrit e pastaj bëni Bajram me të tjerët, kështu që elhamdulillah që Allah ta japë mundësi ende me pas prindin gjallë dhe me pas mundësi me bë Bajram. Përveç familjes së ngushtë rrethit që e vizitoni, sigurisht besoj që keni edhe shumë urime me mesazhe në Facebook, Viber, në Telegram, ku diun në WhatsApp. Ju urojnë meqt nga atyre bota, me qenë se ti njifesh domethënë edhe ki meq edhe jashtë Kosovës. Vallai, na jemi përveç vëllezërve të nderuar edhe motrave të nderuara të besimit islam që jemi, që kam qindra nga njerë dhe mira, mesazhe si në publik, si në privat, kam edhe besime të tjera që kur nuk më harrojnë, domethënë më urojnë nga të besimet të krishterë, miqtë e mi të cilët janë prej të parëve që lëgjohen e herët edhe për të më uruar. Mundohem që të gjithve, ama bashkë të gjithve t'ju kthej mesazhet apo urimet, përveç atyre që i dërgojnë disa mesazhe me ata pllumat e me ata. To fluturo plllumi, ha? Besoj që nuk i preferoj hiç kur ata mesazhe, kam dëshirë kur t'ju uroj dikujt me shkruaj një tekst, bashkë atij personi me uru, ose ma mirë heq, domethënë përkushtoju edhe në urimet e Bajramit përkushtohu seriozisht, domethënë. Kryesisht më një herë i telefonoj familjar shumicën e tyre, po i kam edhe disa miq për Allah të nderuar që ju shkruaj mesazhe ju uroj sepse për me e ka një sfidë shumë të madhe gjatë Ramazanit, kanë bëjnë shumë pak gjumë për shkak namazeve të ndryshme, pastaj taravive. Tash dhe na tretë e fundit ishin edhe namazet e natës, domethënë që nuk e kanë hiç lehtë, pra e meritoj nga një mesazh prej secilit prej neve që jemi xhamat i thjesht, po them. Në veçanti për secilin prej tyre për t'i falendëruar për mundin dhe sakrificën që e bojnë karshi këtij xhamati. Çu ke punë me baklavën? A je marakli i baklava? Jam shumë marakli i baklavës, shumë tepër, po edhe trireshit në video kes hiç. Të dyja bashkë. Për Bajram, po të kallëzoj drejt e pres me krejt knatësinë e pres pashën, dhe du shumë, domethënë atë përgatitje është, nuk e di diçysh më jep shumë emocion edhe si fëmijë kur kam shenë që gjyshja nga ona e nanës, sepse nga ona e babait kishte vdekur shumë herët, ndërsa që nga ona e nanës Nana Sabile, që ashtu i kemi thonë, shumë ka përgatit për Bajram edhe është ajo nostalgjia që është prej fëminisë. Edhe alo vazhdoni këtë përgatitit, domethënë, ha? Po absolutisht gjithmonë, unë po them, domethënë inshallah nuk vdes pa i pashë këto tradita, po rikthehen akoma më fuqishëm tek ne, sepse kjo e bën, siç më thonë, e ruan këtë shentrinë e kësaj feste, se mund t'jenë edhe 1000 festa tjera për mu, po Bajrami është festa që as nuk du me mendu, domon me zavendësu me diçka tjetër. Aty bëhemi krejt bashkë, po njëjtë sikurse Ramazani, domethënë është muaj i mëshirës, muaj i adhurimit, muaj i sadakës, muaj i bereqetit, çka ti thuish, domethënë. Nuk di se mund ndihem më mirë se sa me festën e Fitër Bajramit, natyrisht edhe Kurban Bajramit, po festa e Fitër Bajramit ndryshe Bajrami i madh është një ekskluzivitet krejt vetë, sepse pas krejt asoj sakrifice që kemë bo gjatë muajit të agjerimit Ramazanit, fundi është qershia mbitor, qysh me thonë Bajrami që nuk ka se si me falenderu Allahun apo për meritat që i ka
për shkak të kësaj feste që na kalon që përveç ushqimeve, vizitat, këndimi Kuranit, ilahive, kështu me radhë bën të mush plot me energji pozitive. Atëherë Alians po të marrëm kohë më shumë se besoj ose pret dika mysafir ose kemi shku dikon, kështu që faleminderit shumë për këtë lidhje për shikuesit e RTI-s. Faleminderit juve që nuk më harroni kur Allahu ju nderoft. Amen gjithë inshallah. Në këtë botë dhe në botën tjetër, e sidomos poshtë mëshirë atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër poshtë hijes së Allahut. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë për te, dëgjohem me kujdes për baklava, për ëmbëlsirave. Faleminderit shumë për këshillën. Selam aleikum, selam, faleminderit shumë. Jeshme në lidhje të drejt për drejt të ndëruar me Arjan Mavriqin. Tashmë një mik tonin, mik personal, mik edhe të RTI-s, me qenë se është shumë i hapur për të bashkëpunuar dhe për të qenë pjesë e misioneve tona edhe storjeve gjithçka. Pra, mendoj unë që të rrallë janë figurat publike që janë kaq shumë të hapur për të bashkëpunuar me një televizion si që është RTI-ja. Faleminderit Arjanit, faleminderit edhe shikuesve tanë, cilët i kemi nga e tërë botat të ndëruar miq të Radio Televizionit Iliria. Ne vazhdim po i ndjekim disa video të disa urimeve nga hoxhallarët tanë që kemi në disa vendet të Evropës atë botës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra. Unë Ejub Pantina, imam i xhamisë shqiptarëve në Hanover, ju uroj festën e Fitr Bajramit. Edhe pse me trup jemi larg vendlindjes, mirë po zemrat tona janë të bashkuara këto ditë feste. I lutemi Allahu Gjellëshanuhu, Allahu t'ja pranon ibadetet, lutjet, adhurimet, Allahu t'ju jep bereqet, sukses, njet, e begatin familje, urime, festa e Fitr Bajramit, Zoti ju rujt, Allahu ju nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum nga Xhamia Bashkimi Kombëtar këtu në Anësi të Francës. Urim për Fitr Bajramin. Urime të gjithëve Fitr Bajramin, Zoti e pranoft agjerimin dhe adhurimet tona. E lusim Allahun Gjellëshanu që t'ju jap begati për ju dhe familjet e juaja. Zoti ju apranov sakrificën dhe lutjet, qoftë kjo ditë e mbushur me gëzim dhe mëshirë të Allahut. Urime festa Fitr Bajramit edhe njëherë, Zoti ju shpërbleft me mirësi dhe lumturi në këtë ditë të bekuar. Edhe njëherë, qofshit e lumtur dhe të bekuar në mëshirën e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Faleminderit hoxhallarëve se folë shpejt pak çdo nga gjithë bota shqiptare që na kanë dërguar këtë video për të na uruar festën e Fitr Bajramit neve shikuesve tanë dhe të stafit të RTI-s padyshim. Pra, siç e dim, RTI-ja shikohet nga tërë bota shqiptare, çdo vend përmes Nimi TV, TV Alb, Diaspora TV e kështu përmes platformave të ndryshme kabëllore. Pra ndoqëm disa video të hoxhallarëve tanë të cilët vetëm se dhe thot kanë dërguar urimet e tyre enkas për shikuesit tanë. Ndërkaq të nderuar miq, ne vazhdim të ndjekim një blok marketingu jo të sponsorëve tanë që kanë uruar, por një blok marketingu tjetër, e pastaj do të vazhdojmë tutje me disa video tjera të radhës, të cilat i kemi nga fëmijët e ndryshëm nga Kosova dhe diaspora që kanë uruar festën e Fitr Bajramit për gjithë shikuesit e RTI-s. Shkojmë. Selam aleikum, unë jam Irva Sulejmani, ju uroj Bajramin, Bismillahirrahmanirrahim, Kuru vallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekul lahu kufuwan ahad. Unë jam Muhammed Osmani Pitatova, urime Bajrami, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Selam aleikum, unë jem Rejana Osmani nga
تتوبة أولم بيرامي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamu alaikum, unë jam Riyad Hoxha, jam nga Suarika, urime fitër Bajramin, agjerim të pranuar. Selam aleikum, unë jam Ilma Hoxha, jam nga Suarika, urime fitër Bajramin, agjerim të pranuar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Selam aleikum. Unë quhem Anisa Guta, jam 8 vjeqe. Jam nga Shkupi, mësoj në shkollën fillore Bajram Shabani. Jam klasa e 3. Allahu na i pranoft agjerimin. Urime fitër Bajrami. Selam aleikum. Unë jam Ukili, unë jam 8 vjeqar. Urime fitër Bajrami, unë do të them një lutje. Subhanike Allahümme ve bihamdike ve tebarake ismuke ve teala cetuke la ilahe gayruke. Selamu alaikum, unë jam Muhamedi, jam 6 vjeqar. Urime fitër Bajrami, do t'ja them një lutje. Subhanike Allahümme ve bihamdike ve tebarake ismuke ve teala cetuke la ilahe gayruke. Selam aleikum, unë jam Aisha, jam në klasë të 3. Urime fitër Bajrami. Unë do t'ja u them një sure, suren Kauthar. Inna atajnake al-Kauthar, fasali rabbike wanhar, inna shaniyeke huwa al-abtar. Selam aleikum, unë jam Mili, unë jam 5 vjeçar. Do t'ja urime fitër Bajrami. Do t'ja them një dër. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Unë jam Dorti, urime festa Bajramit. Selam aleikum, unë jam Ona Rama, urime festa Bajramit. Selam aleikum, unë jam Tiara Rama, urime festa Bajramit. Selamun aleikum, unë jam Emir Sulejman, ju uroj Bajramin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esil, o la tuasir, Rabbi temit, birhan amin. Unë jam Shabane Sirat e din Krim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim Vojmanduja leje maredali. Selam aleikum, unë jam Elise. Dua t'ju përshëndes me suren Asr. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Urime fitër Bajramit të gjithë muslimanëve në përbukët. Selam aleikum. Unë jam Zili, urime Bajrami. Urime Bajrami për gjithë muslimanë. Mes të nderuar të RTI-s, në vazhdim e kemi edhe një video urim të radhës për festën e fitit të Bajramit. Këtë rast e kemi nga Hoxhë Shevqet Krasniqi, kështu që në vazhdim e ndjekmi urimin e Hoxhës Shevqet për shikuesit tanë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, vëllezër dhe motra kudo që jeni. Ditë e madhe, gëzim i madh për të gjithë muslimanët gjithandej në përbot. E si mos jetë gëzimi i madh
kur e agjeruam një muaj të madh, një muaj të bekuar, një muaj Ramazan, për hatër të madhët Allah, duke përgjigjur urdhëret të Zotit ton, krijuesit ton të gjithësisë. Ai tha agjeroni, ne agjeruam. Ai tha bëni bajram dhe ne tani bëjmë bajram. Urime të gjithëve kudo që jeni, gra dhe burra, pleq dhe të ri. Kjo fest e madhe, fest e Fitr Bajramit, qofshi faqebardh, gjithë herë edhe çdo herë. Allahu u ha pas pranuar juve dhe neve këtë agjerim dhe çdo punë të hajrit e të mirë që e kemi bërë gjatë këtij muaji të bekuar. Allahu na e pas të falë gjunahet tona, të cilat i kemi bërë para Ramazanit, para gjatë Ramazanit, me dije e pa dije, ato që na kujtohen dhe ato që nuk na kujtohen. Allahu na pas mundësuar që për këtij Ramazani të kemi dalur, të amnestuar nga zjarri i xhehenemit, të pranuar tek i madhi Allah Azza wa Jall. Të lumt për këtë Islam, për këtë Ramazan, për këtë Bajram, për këtë vllazëllak, për këto të mira me të cilat i madhi Allah na ka ndëruar. Gëzoheni o ju musliman, merrni tekbire, Allahu Akbar. Thoni elhamdulillah për të madhit Allah, për Islam, për madhështinë e këtij dinit Allahut Azza wa Jall, për iman, për këtë iman, këtë besim me të cilin Allahu ka të shumë na ka ndëruar, e zemrat tona me nuri qiellor na i ka ndriçuar. Gëzoni këtë fest, festoni në familjet e juaja, e në shoqërinë e ju dhe gjithandej ku jeni dhe ku gjendeni, qofshi faqebardh dhe qofshi gjithmonë të lumtur dhe në rrugën e Allahut Azza wa Jall, derisa ta takoni Zotin e juaj me fytyra të bardhura, të ndriçuara nga imani, nga drita e imanit, derisa të futeni në xhenet. Insha Allahu Teala. Allah ju nderoft e ju bekoft, e në xhenet ju qoft. Faleminderit e një herë të gjithëve, e gëzofshi këtë fest, urime kjo fest. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me së nderuar të RTI-s, me kaq po përmbyllim sot këtë program të pjesës së parë të programit festiv në Radio Televizionin Iliria. Falenderojmë sponsorët tanë, bashkëpunëtorët tanë, pa ashtu falenderojmë edhe Hoxhë Fadel Musliun për hapësirën në xhamin Matinin në Prishtinë për të realizuar projektin me vëllezërit Brava. Falenderojmë edhe Musa Bravën dhe Nezë Bravën dhe falenderojmë pa ashtu edhe hoxhallarët tanë, të cilët kanë dërguar video të ndryshme nga diaspora, pa ashtu edhe në Kosovë, edhe gjithë pra dhe Bërim Pirajnë, pa ashtu edhe Arjan Mavriqin dhe të gjithë ata prindër dhe ata fëmijë që cilët kanë dërguar video për të na uruar festën e Fitr Bajramit. Mos harroni se në mbrëmje e kemi do thotë edhe programin tjetër të përgatitur nga kolegët në RTI. Mirupafshimi në festën e Kurban Bajramit. Selam aleikum.